Assalamu alaikum, hoqë. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Unë si nëzanë seri, desha t'i ba një 2 apo 3 pyetje. Urdhoni. Lidhur me umrën. Po, Umra saudite ka dallim me umrën e para 20 apo 30 viteve. po, Edhe si ju kanë prit studentët atëherë dhe si ju presin tash këtë kohë. Ka një farë dallimi, ëh. po. Edhe pyetja tjetër është, çka po na këshillon ti si hoxhi i vjetër i troja shqiptare? Diçka për Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulillah, sallallahu alaihi wa sallam. Sa i përket umrës, alhamdulillah, kjo është një begati e madhe për shqiptarët tash që po vinë me shumicë e po organizojnë edhe u qelen vit reje e u ban agencionet e ndryshme. Allah i shpërbleft që po kthehet popullata në rrugt të Allahut subhanahu wa taala. Nga se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë kush e bën një umre i falen gjënohet një vit para dhe një vit mas. Umra në kohën e kaluar ka qenë shumë e dobët në krahasim me sotit. Për shembull, para 30 viteve, para 35 vite, para luftës Kosovës, umra ka qenë shumë e zbehtë në krahasim që është sot. Tash sot po vinë numre prej kretë durbetit, kretë diaspora, mashallah të barakallah, prej kreta shteteve, shqiptaria, e përgjithësi, kurse përpara kemi pas shumë pak në umre. Umra atëherit ka qenë, mashallah, si sot, umra njëjtë është, mirë po, tash është rrit në numri shumë i madh i umrës. Tash, sidomos kohëve të fundit, po bëhat sikur haxhillek i umra sotit. Përpara unë e marr mend para 35 vjetë u parkoshim u sjellshim me makina afër haremit. Haremi thënë edhe xhamisë pejgamberit edhe Mekës thënë harem. Para 35 viteve afroshim makina. Tash ka ndryshuar se popullat shumë e madhe erdhi edhe infrastruktura shumë ndryshoi. Keni elhamdulillah që po vinë, Allahu xhallashanu i udhëzoft. Kam një vrejtje të vogël që dikush po mësu marrë çdo muaj, çdo 3 muaj, çdo pa nuk e ka umra veç kom para hajt pa harxhej. Shndrohet në umra në turizëm. Yani që thojmë atë fjalën popullore natë na shkoja si Bajrambeja, nuk bën hajt në kombon 1500 euro për shkrinë e umrë. Pse sun për libre pa shku në xhamit pejgamberit, sun për libre pa shku në Qabe. Ja ki qëllim për me bën sevape po. Qoni fukaronë të vjen në vendin tonë, edhe ai sevapi është i yti, mashallah, të barakallah. Por nese, si do qoftë, shqyqyr që për jam sinë umrës. Se dikush a ka mundësi, as ka mundësi për haxhillek, nuk e di, e kështu që umrën për binë e përbëjnë, Allah i kabul ja boft. Numër 2, pritja që shka qenë para 30 vite që është sot. Para 30 e para 35 vjetë, unë e majnë mend shumë mirë. Unë vetë kur vinsha në umre këtu me do një shok ku mardh, marrë edhe mi o përmendu dhe emnat aty në vlëzrive, e marrë me 94, 95, pa të mardh me një vlla prej Mitrovicës. Kanë qenë të studenta Hoxha Nasir Kastrati, kanë qenë Muslia, Sadat Ristemi, Ekrem Avdiu, Muslia i një numër i madh i hoxhallarëve sot që janë gjenerate e re në trojet tona kanë qenë studentë atëherë. Unë po të ardh me një shok të Mitrovicës, një far Muhamed Avdiu, me vllaun e Ekrem Avdiut kom pas ardhur. Kur ardhem këtu kemi nejt 2 javë. Unë kom pas bën jetë më nejt 1 muaj, po sun nejta se bepi angazhimeve atje për na pritsin neve, ç'më nejtën këtu. Ardhem, vallahi ladhima, besoni në Zot që shtu që shpjo tham është, 2 javë ditë në ndrek me xhlis, në dark me xhlis, në ndrek me xhlis, në dark me xhlis me talibët. Edhe jo pak, 20 vjet, 30, këtë talibët shqiptarë të mbledhshin të bo laf e muhabet e të knaq, edhe të Kosovës edhe të Maqedonisë. Atëherë nuk kemi pas të Shqipërisë, nuk janë koncept se Shqipëria akoma s'ka të fillu me dalë në çato vite. 95 ta në fjallë. O, qëfar e majnë mend për të nejtë 2 javë ditë atëherë këtu,
por çdo ditë ka 2 herë veçdise. Kënaqësi, dashuri, sën po ndahemi në mes veti, mashallah, se barakallah. Wallahi, bon për me bon një lloj shaka këtë këtë drejtim, një prej studentëve, si unë, kur kam qenë student si dikush, pinte duhan. E duhani nësë po folim qyshe kotek. I theshe, mo habibi, pije, ka shi që tu, po më vjen keq unë ti unë pse po rrej këtu ti s'po pish do unë po dali shani këtina, pije ka shi me e u burë se so kur gjënë verë tu ti më po delë, s'po në pengon ka zonjeve. Ja vëllah, është ta më së më thuj se para te me më lutë kur s'ka me dhejës, respekt, nderë, Allah e shpërbleft atë vlazën. A i dalimi, ajo ngrohje që kena pas para 35 vjetë, 40 vjetë, sa kaluan këto vite, të para luftës, nuk për në kthehen më. Për shonë, po vi këtu sa herë vi, unë një herë vit, ose dhe një herë edhe 2 herë vit, po mbjerë me ardë, si murshit, si u thesë, si hoxhi i umregjive. Wallahi as një talebës vjen në hotel, as një as vjen me të pa. As në gjami si shohim, as në hotel vjen kush më në pa. Për para, wallahi, po ju kalzoj drejten, wallahi, kretë ata që po mnin, e din këtë mesele. Kur vishim në numre, kryetari i Unionit Studentëve bëj këtë darkën 200 vetë. Këtë studentët, vllazit e Maqedonisë, të Kosovës, të Shqipërisë, këtë i bëjshin me një istiraha, i the këty restoranteve të mëdha në për istiraha, apo do më knaq, apo do me lujt, apo do unë e përjetojsha ato si kur me kenë 20 vjetë, 30 vjetë më i ri, si ata u bosha, qa që knaqësha me studentët. E dalë që më do vend e marë mend 95, kemi dalë që ati për të Medinës, është një vend bejda i thejnë. Dalë që të lujt me makina, të bon gara me makina në zalë. Knersi e knersi. Ja vëllaj, ka hupa jo dashuri. Ka hupa jo dashuri, tash as që na din kush ku jemi, as ku përnajmë, as na se dim ka janë, as ka s'janë, kjo ka hup dashuria. Kjo nëmër 2. Nëmër 3 që duha unë mos i më tha, si unë ta quj vetin që është si veterani Hoxhallakut, se 40 vjeti kam bo Hoxhallakut, të una që 2 vjetë sa dole në penzion, ju këshilloj të gjithëve. E këtë këshill që po ju thom të gjithëve, dhe t'ja thom vetëm arabisht, shqip hiç nuk do të thom. Se hoxhallarët e din këtë mesel. Len tadkhulul jannata hatta tu'minu. ولن تؤمنوا وليس ولن تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم وقال عليه الصلاة والسلام صل من قطعك واعف عمن ظلمك صل من قطعك وأطعم الطعام وهو إلى آخره. فالمسلم ضروري أن يحب ويحبونه لا خير لمن لا يألف ويؤلف. Andaj, student, hoxhallar, unë jem prej hoxhallarëve 3, po më i vjetri. Se unë dola vesh në penzion. Gjenerata jeme e Arabijës, prej më 3, unë më i vjetri, prej gjeneratave 3, po unë dola në penzion. Do më thamë, që ky që jam tash. Që ka për ju thamë hoxhallar e student. Mos mirëni grupacione asnjë. Mos hecnin për çarje asnjë. El fitnetu naimetun la'ana Allahu man ayqadhaha. Mos e lakmoni jetën asisajt për çarje. E ju e dini kretë, unë s'kam shka me ju këshillua. Mirë po min babit të dhkirë, për saj përket kësaj çështje. Çka na ka mësu Kurani wa atasimu bi hablillahi jamian. E dini kretë. Çka na ka mësu Resulullahi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij që kretë e dini edhe na ja kallëzojmë popullit me të madhe sa duhet me dash djanin e qetri. Prandaj ju lutem mos u përçani, aleikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di.
تركت فيكم أمرين اثنين ما إن تمسكتم بهما فلن يعرف جديد مير فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة رسوله عضوا عليها بالنواجذ. Prandaj, o vllazërit e mi më të ri, o hoxhallarët, o kolegët e mi më të ri, o studentët tonë më të ri, mos i lakmoni përçarjet edhe këto arab që thënë grupacioneve, musemmejate. Çfarë musemmejate? Xhamatul fulan, xhamatul s'po i përmendur. Ju i dini këtë ato. Nuk na ka porozit kështu as Kurani, as Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Unë ju përshëndes nga një dham e hotelit nga Medina me këtë studentin që jam të nejtë bashkë këtu. Ju përshëndes, ju thonë selamu alaikum wa rahmatullah. U takofsha ku Allah është i kënaqur me ty dhe me mua. Vësselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.